Më në fund është hapur rruga për vazhdimin e punimeve në rinovimin e stadiumit të Gjilanit. Organi shqyrtues i prokurimit ka marrë vendim lidhur me ankesat e paraqitura të operatorëve ekonomik, duke u dhënë dritë të gjelbër punimeve, megjithse plani fillestar i projektit pësoi ndryshime. Komisioni i organit shqyrtues të prokurimit e ka hedhur poshtë si të pabazë ankesën e operatorit ekonomik RAF2 SHPK, bazuar në të cilën ishte pezulluar procedura e prokurimit. Në të njëjtën kohë, OSHP ka aprovuar pjesërisht ankesën e kompanisë tjetër Konex. Lajmin e mirë për qytetin e konfirmoi në një postim në Facebook edhe i pari i komunës, derisa u përshëndet edhe nga përfaqësues të tjerë komunal. Duke ka pas probleme të mëdha, këtë qeverisje komunale dhe e qendrore nuk kanë arrit as me tenderu këtë stadium, atëre frigoj që prapë gjatë rrugës do t'ju dalë ndonjë telashë. Është rëndësi jetike për shkak se Gjilani ka dy klubet më të mëdha në Kosovë dhe ka derbin më të madh në Ballkan. Ndërkaq klubet e futbollit i gëzuan më së shumti këtij vendimi, marr parasysh, siç thanë, kushtet në të cilat punuan deri tani. Kërkojmë që së pari të fillojnë të ndrohet tapeti i fushës së lojës dhe më pastaj të punohet në pjesë çdo sektor në mënyrë që ne të zhvendosemi sa më shpejt në stadiumin kryesor qytetit, pasi që fusha ndihmëse artificiale në cilën ne i zhvillojmë stërvitjet dhe ne i zhvillojmë ndeshjet, po na paraqet probleme të jashtëzakonshme. Në anën tjetër, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit nuk i ktheu përgjigje ATV-s se kur parashihet nënshkrimi i kontratës për të vazhduar punimet në stadium. Themeli për rinovimin e stadiumit të Gjilanit ishte vendosur qysh në vitin 2017.